Periudha që zakonisht përkon me kulmin e mbjelljeve pranverore është ndruar në një krizë të thellë ekonomike për fermerët e zonës së Salt Kozarës në Kuçov. Një pjesë e konsiderueshme e sipërfaqeve bujqësore vijojnë të mbetet në ujë si pasojë e mungesës së mirëmbajtjes të kanaleve kulluese. Fermerët thonë se deri më tani nuk kanë përfituar asnjë dëshpërblim nga institucionet. Sipas tyre, situata është përkeqësuar më tej nga rritjet e kostave me rreth 30-40%, si dhe nga pasiguria për shitjen e produkteve bujqësore. Këta faktorë të kombinuar me goditjen e vazhdueshme nga përmbytjet kanë krijuar një gjendje të vështirë ekonomike për fermerët, të cilët shprehen se kanë të pamundur të rifillojnë aktivitetin normal pa mbështetje konkrete. Ata i bëjnë thirrje autoriteteve shtetërore për ndërhyrje të menjëhershme, duke paralajmëruar se në mungesë të ndihmës, rrimëkëmbja e ekonomisë bujqësore në zonë do të jetë e pamundur. U përmbytën, kështu janë, që nuk u shit, ata thonë do të japin lek, sot do japin mot, po çfarë ta mjellësh? Po çfarë do ta kur ta shes, me çfarë do ta shesësh, mbase do nglisë punë lagrës. Llogaritë dëmi që të shkaktuar. Ktu më jemi 300 kujtal. Dhe tregun e pata goxhat më jemi nesër mund ta shisja. A doli lumin dark. Ta shisja gati 300, jo gati për 300 lekë. Po unë tani kush marrë kjo? Unë çfarë ta mjell? Me çfarë mjell me 2500 lekë naftë? Me 25000 lekë lymin? Po jo freza, po farët janë ngrit, po plerat. As dhe njëri nuk na ka parë, as me sy mbyllur. Jo si hapur. Ju janë rritur kostot në bujqësi? Nuk llogaritë duhet 3 ekonomistë si të bësh llogari. Ne s'po i bëjmë dot më. Ne na ka vajtur që s'dim na të bëjmë më. Nafta 2400 lekë, 2300 lekë. Pleu mos hap thjesht thotë merre 60 kg ose 30 kg, 20 kg sa është 5000 lekë kg, 6000 kg merret, 2 dilimi shkula. Pasi që fare shtoka boshat dhe më shikojmë si duken domatë që kanë ngjerë që janë thana përmbyt. Më mirë ngreqi punor gat 50 euro, 60 euro dita, ushqim më mirë, punoj tetor, mendi nuk e vras. Kurse këtu ne nuk po flen dot as gjumë, as të ushqejmë mirë, fëmijët po i marrim qaf. Gjendja është s'ka asnjë mas, asnjë gjë. Nuk na kanë ardhur fare, tokat janë balt, asnjë ndihmë, asnjë gjë nuk kemi parë në shteti. 5 dylim me gjysë serë jam katastrofë. Nuk kam ashu fare, serët janë bosh. Tu janë 40 hektar. 40 hektar. Në ujë, ça patëm në jonxh, grur, këto për shembull ça qenë janë në ujë. Nuk bëhet fjalë për fillimin e punës. Jo. Këto nuk bëhet, po ja gruri s'bëhet më për shembull. Ja gruri që e mjellur këtu që nuk bëhet më. Ço si është? Gjam. Nuk bëhet. Kujtojmë se tokat bujqësore dhe sera në Kuçov përmbytën 3 herë gjatë dimrit si pasojë e daljes nga shtrati i lumit Semat, situatë ndikuar nga shkarkimet e ujrave pas hapjes së portave të hidrocentraleve.